isha një fazë ku mbi ngarkova shumë nga muzika. Më thonë, ishte ajo koha kur unë nuk dilja i lirë në qytet. Prej shtëpisë nuk dilja i lirë nga fansat, nga dhurusit, edhe thasht mere me vete pak largohen disi, që të qetësohem. Ka shqetësuar kjo? Ka marrë vetën, po, goxha. Ankthe të tepërta, mësyshi, si thoni. Ke pas edhe rastet tilla? Po, mësyshin e konvertoj në energji të keqe. Mësyshi është energji të keqe që e merr nga syni i tjetër. Çfarë thojnë me vetë? Kur qofin 500 veta me njëherë dhe thujnë, wow, ajo është mësysh. Mësysh. Po si e përjetoje pastaj ti në shtëpi këtë? Po pra, me ankthe unë. Kisha ankthe në fillim, pastaj shërohesha me pak me fe, pak me namaz, pak shumë. Me lexim. Ke pas nevojë të merresh me veten? Po, patjetër. Rukje ke bërë, ke shku te psikologu? Patjetër. Jo, te psikologu. Te psikologu. Të kanë ndihmuar? Rukjet? Patjetër. Është diçka që ti mbështetesh në një besim dhe haron kalumen, haron gjendjen psikologjike dhe shëndetësore tënde, definitivisht e haron. Përkushtohesh tek një madhi Allah. Sepse njeriu në një situatë tillë kërkon ndihmë, ka nevojë për ndihmë dhe beson tek ata që ta japin ndihmën. Të ndihmonte kjo ty të kaloj situatën më lehtë? Ose gjithkush mund të jetë sebeb ose shkak i diçkaje. Po ti atë shkak duhet ta mbartësh brenda vetesh dhe ta transferosh në besim. Gjithmonë. A thoj çfarë po ndodh me mua? Po. Nuk mund të të ndihmoj askush, përveç se besimit të madh. Si e kalove, pas sa kohësh e kalove? Pas 8 muajve. Pas 8 muajsh. Kush qëndron të afër në atë kohë? Me kënd e kaloje kohën? Me njerëz kështu që ishin më shumë të fesë islame. Ishin praktikant. Në Shkup ka edhe njerëz dietar të islamit shumë, qenë të mirë, që çka mëson prej tyre. Me ato, pak me veten, me besimin, me namaz. Pastaj më nuk ke pasur probleme? Jo, nga ajo herë. Vjen një kohë kur ti nuk mund ta menaxhosh një stres apo një ankth, po ti duke luftuar, vjen një kohë që i thu, shkoj edhe ti i bindur që ajo ka ikur nga ti. Do të luftosh me forca, aty e shef se sa i fort psikologjikisht.